Mitsoria e Vllaznis me Burrelin, Merkatoja dhe përgatitjet në Puk ishte pika e parë e emisioni Studio Sport transmetuar mbrëmjen e së mërkurës në RTS Shkodra e analizuar nga Florin Bardulla, i cili ditët e fundit ka marrë detyrën e trajnerit të Akademisë së Futbollit Vllaznia. Ne isha me Burrelin, nuk është një barometër për Vllaznin, por ishte një për të shprehë skemat, më mirë me thënë, për të ujtë fije më lirshëm. Edhe duke po edhe futbollistët që janë afruar që ta ambientojnë fije me skemat që kërkon trajneri Martini. 22 medaljet e fituar nga Notarët Shkodra në Kupën Agron Ismailati u komentuan nga trajneri i Vllaznis, Kol Shiroka. Theksohet puna e zakonshme të Vikit Afrukut, e cila në garat e Shkupit, në garat e Dubrovnikut, në garat e Mynihit, në të gjitha garat që bën Shqipëria dhe kjo fundit, jetë në maksimalisht dhe ishte pretendente kryesore e të gjitha garave të stilit lirë. Ajo është e specializuar në 200, 400, 800, 1500, por nuk hezitoi të konkurrojë edhe më të mirë në Shqipërisë me Arla Dyrmishin edhe në 50-100 stilit lirë. Ndërsa edhe punën e jashtëzakonshme të notarit të ri, Joel Gulemit, i cili krahas garave të stilit lirë, ku është i specializuar në 100, 50, 100, 200, 400, ai mori pjesë dhe në garat e Delfinit dhe në garat e Shpinës, ku edhe këtu zoni vendet e para. Ndërkohë për kampionatin ndërkombëtar të basketit 3x3 të zhvilluar për 4 ditë me radhë në sheshin qendror Nën Tereza të Shkodrës, foli basketbollisti Veton Xheçaj. Ishim shumë optimist që kishim me dalë në finale, edhe pse jo me fitu, por që një lloj sigur edhe ekipi tjetër Shkodran që hupin finale, edhe ne kishim shumë gabime, cilat mund të them që mund ta kena nevlerësu pak edhe rezultatin. Emisioni Studio Sport do të vijojë të përcjellet tek shikuesi si çdo javë zhvillimet e sportit shkodran.